të hapësh tash televizorin, do shohësh edhe këtë TVSH edhe i kanali digital, do shohësh filmat propagandës komuniste. Në cilin personazhi negativ është ballisti, diversanti, është prifti. Ky është i debati i madh që nuk e kemi zgjidhur dot. Kam ndikur shpesh mendimtar. Debati duhet t'i jepen apo nuk duhet t'i jepen. Shkon në Gjermani, na e kemi dënuar komunizmin njësoj si nazizmi? Shkon në Gjermani, hap televizionet dhe më gjej një film nazist. Çe? Nuk është problemi çka kanë bërë ata njerëz. Unë e mirë kuptoj faktin që ata regjisorë, ata aktorë kanë shkruar aty gjithë talentin e tyre, e kanë bërë me qëllimin e mirë, kanë bërë kufizime sa aq kanë pas mundësi etj. Nga ana tjetër, ajo çfarë kanë bërë dhe humbja do të ishte e tyre nëse këto filma s'do transport. Dhe më vjen keq për atë gjë. Po siç kanë humbë ata, kam humbë edhe unë. Edhe unë kam humbë familjen time për shkak të persekutimit komunist. Ka ndonjë problem përveç se moral, po them çështjen e edukimit, transmetimit këtyre filmave. Problemi nuk është moral, sepse ajo pjesën morale aty nuk e çan kokën njëri në Shqipëri. Problemi është që çështja e edukimit. Sepse ti kur hap për televizionin, fëmijët për shkak që shohin të rinj, hapin televizionin dhe shikojnë filmat propagandës komuniste aty me personazhe negativ që dihen ata që janë dhe personazhe pozitive, gjithmonë spioni sigurimit etj. Dhe me gjitha njerëz që kanë marrë në qafë, hetusit, gjithë to, që kanë marrë njerëz në qafë edhe si gjyshim. Po, e vërtetë. Dhe unë shikoj aty, domethënë këta njerëz i glorifikohen. Dhe brezi i ri i shikojnë këta dhe rriten me atë frymën që regjimi komunist ka qenë shumë mirë. Sepse këta nuk i shohin atë pjesë. Ne edhe kemi keqin, jo i keqim interpretuar, pse kemi interpretuar fare komunizmin. Domethënë po të shikosh atë gjithë emisionet, gjithë interpretimet për komunizmin, përfshi edhe nga vetë të persekutuarit, fokusi është tek vuajtja, tek dramat, te mjerimi, te urimi, te spektakularizimi i dhimbjes më shumë se sa. Po, është tek emocioni. Te vuajtja. Nuk është kjo komunizmi. Kjo është një diktaturë, një tërmet, një tsunami që dush ti shkakton vuajtje edhe vdekje, vrasje etj. Çështja është që komunizmi në Shqipëri problemi nuk e ka pas thjesht tek pasojat, problemi është tek pasojat kanë qenë të lidhura me një ideologji të caktuar. Me këtë ideologji nuk merret njeri. Dhe kjo është dhe arsyeja pse ka njerëz si sot që të vinë në Shqipëri edhe thon, dalin në televizion dhe thon unë jam marksist ose marksiste, mund ta thonë marksiste kantiane për shembull. Edhe me qetësim më të madh është plotësisht e natyrshme dhe normale dhe ke pafund njerëz që entuziazmohen ose sa mirë se kemi mundësi, ose këta janë marksist, janë komunist, po janë idealist, e kupton? Idealist, si Enver Hoxha, si gjithë të tjerët që na hëngrën kokën edhe dhe pas edhe kokat e njëri tjetrit. Po shpesh herë kapen mbas të filozofëve të rinj si Gramsci e tjerë të ideologjisë komuniste. Kur po vija këtu po mendoja diçka shumë thjesht. Po mendoja se duke u futur nëpër rrugicat e pafundme të Tiranës, kisha vite pa ardhur fakt. Shumë debatikas. Kam pas gjyshen time Dibrane, diku e lagja Dibrane pak më lart. Edhe po shikoj këtë gjë dhe po mendoj, po shikoj emrat e rrugëve. Pashi rrugë aty, një rrugë e vogël e shkurtër, e shumtuar, domethënë Shtefan Gjeçovi, personalitet gjigant i shqiptarëve. Dhe shikon pasaj ca rrugë, dhe kam pa edhe rrugë të tjera në Tiranë me ca emrat gjigant të historisë, kulturës, artit, anë nga komuna Parisit me një cepë kështu. Ndërkohë që ti ke akoma emrat e komunistëve sot, të cilën dhe prap i bëra pyetjen të njëjtës vetë, të njëjtën pyetje vetes. Po të shkosh ti në Berlin sot, po të shkosh në Bonn, të shkosh në Hamburg, a do gjesh ose në Nuremberg, po dush, a do gjesh në emër rrugë naziste? Çfarë thon njerëzit? Edhe se edhe atje ka thonë, ishte nazist, po ishte idealist. A nuk e dinte që do bëheshin këto krime, e kupton? A u bën? Domethënë, ky lloj justifikimi që kemi në për komunizmin është kriminal. Pse? Sepse i jep mundësinë kujtdo që të dali sot dhe të thotë që ai që provum ne ishte komunizëm, ishte faji i Enver Hoxhës. Ishte se Enveri ishte psikopat, ishte kriminal, Mehmeti ishte akoma më keq se ky ai. Jo. Komunizmi në çdo cep të botës ku është eksperimentuar, qoftë në versionin e vet socialist si në Venezuela, qoftë versionin e vet hardcore, domethënë në Kuba ose në Korenë e Veriut ose edhe në Shqipëri, ka prodhuar vetëm tmerr, terror, mjerim, vrasje. Dhe kjo është gjëja që duhet kuptu. Po ma thua këtë sikur ndjen se diçka po ringjallet. Po patjetër. Ke ndonjë frikë? Se ke vënë re?